Shkruan Artur Zhej. Një tufë e madhe të paaftësh dhe një tufë egoistësh të përçar kënaqen tek sodisin 80 vjeçarin bio Sali Berishën që del elegant dhe arsyeton urtësisht ekran me ekran dhe i qirr maskën e Tiranës për farsën zgjedhore të 11 majit 2025. Dhe mbas shpatullave të Saliut, këta të paaft të shumt në të vërtet fshihen e të kurrën dhe ndërkohë prehin thikat e tyre kundër njëri tjetrit, gjithmonë në emër të doktorit dhe të pastërtisë opozitare. Pamje e dhimbshme e katandisjes opozitare në këtë verë që po vonon të mbërri, duhet më shumë dinjitet dreqje e mori, duhet i thonë në sheshin e Mejdanit ato që përshpërisin tërë ditën kafeneve. Opozita humbi thellë për të paktën 3 arsye madhore, arsye që janë krejt para syve të gjithëve, që kanë sy për të parë dhe pak tru për të analizuar çfarë ndodhi. Arsyeja e parë, me presion, me joshje apo me dredhi, Sali Berisha e mori përsëri Partinë Demokratike. Të përçaret të coptuar, të drejqosuar e të mallkuar nga sharjet dhe akuzat transversale të gjithë kundër të gjithëve që gjenin tradhtare të shitur te Rama në fizionomin dhe politik bërjen e çdo dizidenti anti-Berisha. Shumë demokratë historik ishin gati të shqyenin politikisht njëri tjetrin më shumë se kundërshtarin e qetë dhe me rrënjë të ngulura thellë në territor. Berisha bëri çfarë mundi aq sa mundi me stilin e tij të sprovuar por edhe shumë të vjetëruar njëkohësisht. Por humbja e zgjedhjeve përsëri nuk ishte faji i tij, si edhe nuk ishte as faji dhe as tradhtia e Lulzim Bashës 4 vite më parë. Partia Demokratike nuk e përsërit dot fitoren e vitit 2005 pa përçarje apo pa tradhti të brendshme të së-majtës. Arsyeja e dytë, Rama nuk lejoi faktor të brendshëm të së-majtës apo PS-s që të ngrinin kryen, ndonse nuk janë pak ata që ku isin nga shtypja që ushtron personaliteti i gjithë një e më i madh i shefit të gjatë. Çuditërisht edhe Ben Ahmetaj s'dihet se si ndodhi, respektoi një heshtje parazgjedhore 2-3 mujore para 11 majit. Të tjerët nëse kishin ndonjë gjë për të thënë, domethënë ndonjë mosdakordsi ndaj Ramës dhe vijës së tij të qasjes, u janë zbrazur trimërisht grave në shtrat nëse ishin burra, ndërsa gratë politikane e kanë artikuluar dizidencën e tyre maksimumit e parukjerja e besuar. Pra, me gjithë lalin, Erion Velia në burg, Partia Socialiste fitoi përsëri madje më thellë dhe në mënyrë më metodike, duke forcuar bindjen e dikurshme të veteranëve të partisë se kur themi partia nën kuptojmë Rama dhe kur themi Rama nën kuptojmë partia. Arsyeja e tretë, partitë e reja kandidate për të marrë stafetën politike apo për të kryer rotacion politik në Shqipëri u shfaqën të sëmura rënde edhe nëpër ekrane. U shfaqën të rinj por të ligështuar nga sëmundja e vjetër shqiptare politike e përçarjes së vetpëlqimit dhe urrëties personale e politike për njëri tjetrin, të paaft të krijojnë një front politik me idenë e krijimit të një poli të tretë. Dhe rezultuan ca partiza thërrime që certifikojnë gjithmonë më shumë demokraticitetin e pretenduar zgjedhor nga shumica qeverisëse, duke u shndërruar nga kundërshtarët e Partisë Socialiste në aleat të imazhit të saj ndërkombëtar dhe bashkohen të gjithë në korin se fajin e ka Berisha, i cili së paku çapitet me dinjitet ekran me ekran dhe i palodhshëm demaskon farsën zgjedhore dhe mbron fitoren e munguar apo fitoren e vjedhur e të tjera e të tjera. E dhimbshme dhe qesharake, ndërsa këta të rinjtë plakur befas se ku jam fshehur këto kohë dhe nuk dalin më me megafon rrugëve, po pse? Po, erdhi vera, duhet me u turp plazheve dhe udhëtimeve, bravo çuna, jeni njisha. Një herë jeton robi.